Fluturimi i avionit për në Milano nuk shkon siç duhet, plagosen disa pasagjerë. Fluturimi i një avioni nga Berlini në Milano nuk ka shkuar siç duhet pasi 9 persona u plagosën pasi avioni u përball me turbulenca të forta. Pasagjerët ju thanë mediave se turbulenca ishte aq e fortë sa pasagjerët u përplasën mbi çatin e aeroplanit. Nuk kam qenë kur kaq e frikësuar në jetën time, por në ato moment mendova se aeroplani do të ndahej në 2 pjesë ose do të përmbysej, tha një pasagjer për gazetën gjermane. Disa pasagjerë thuhet se po ngriheshin nga vendet e tyre kur goditen turbulencat, ndërsa një nën me foshnjën e saj thuhet se ishte në tualet. Disa pasagjerë pretenduan se nuk ishin paralajmëruar në kohë për të vendosur rripat e sigurimit. Kushtet e vështira e detyruan aeroplanin të bënte një ulje emergjente në Memmingen, në Gjermaninë Jugore. Aeroplani mbante 179 pasagjerë dhe 6 anëtar të ekuipazhit. 3 nga të plagosurit po trajtohen në spital, përfshirë një fëmijë 2 vjeçar me maviosje, një grua me dëmtime në kokë dhe një pasagjere me dhimbje shpine. Pasagjerë të tjerë morën ndihmën e parë në aeroport, tha policia. Pasagjerët thuhet se qëndruan në aeroplan për disa orë, ndërsa kapiteni kërkoi ndihmë mjekësore para uljes emergjente. Kompania ajrore njoftoi se ishte organizuar një fluturim zëvendësues për të transportuar pasagjerët në Milano dhe kërkoi falje.